çfarë po ndodh sot në Zvernec. A janë me të vërtet 4 miliard euro të investuara në projektin e Zvernecit? Pse po protestohet në gjithë Shqipërinë dhe në gjithë qytetet kryesore të botës kundër një vendimi të tillë nga qeveria shqiptare? Kush ka të drejtë në këtë mes? Për ta kuptuar më thellë këtë gjë, këtë projekt pa projekt, kemi ardhur sot në Puglia të Italisë, në Salento. Pse kemi ardhur në Salento? Kemi ardhur këtu pasi një projekt analog i tillë, i ngjashëm me atë që po bëhet sot në Shqipëri, në zonën e Zvernecit, ndolli para 2-3 viteve dhe këtu në Itali. Pikërisht, siç ju thash, në zonën e Salentos, në Puglia, dhe përballë kemi Shqipërinë. Pra, jemi krejt përballë Bregdetit shqiptar. Ose të paktën atij që vazhdojmë ta quajmë Bregdeti shqiptar akoma sot. Çfarë ndodhi këtu në Puglia? Para rreth 3 viteve, kjo është një nga gazetarët më të shuara italiane, që quhet Selvaggia Lucarelli, na njofton që kjo zotë e nderuar erdhi nga Tel Avivi me dëshirë për të krijuar, për të blerë toka bujqësore, vreshtari, për të blerë udhishte dhe për të blerë shtëpi të vjetra dhe për të krijuar, siç thot ajo, një koloni izraeliane në Salento, e cila duhet të jetë autosufficiente. E theksoj këtë fjalë, autosufficiente, pasi do të thotë që një koloni e tillë autosufficiente nuk ka nevojë për asgjë tjetër, pasi prollon vetë qumshtin, djathin, drithin, ka gjithçka që i nevojitet. Ka sinagogën e vet, ka shkollën e vet, pra bëhet fjalë për një komunitet të plot, një komunitet që funksionon sikur të ishte një shtet i vogël. Dhe mbasi u bën gjitha hetimet në Itali, Italia është një shtet shumë korrekt në këto gjëra, një shtet që kërkon gjithmonë të përfaqësojë drejtësisht kombin e vet, u arrit në konkluzionin që diçka e tillë ishte papërshtatshme, pasi mund të krijonte tensione të mëdha midis banorëve vendas dhe atyre që do vinin kolonëve të ri që do instaloheshin, pra do vendoseshin në këtë zonë të Puglias. Dhe përfundimisht u bë një tip referendumi, një tip vendimi, qoftë nga shteti italian, por dhe nga banorët që nuk donin një gjë të tillë, kur e kuptuan se përse bëhej fjalë, vendosen që t'i thojnë, siç thot gazeta, kjo është Gazeta del Mezzogiorno e Puglias, dhe thot Salento no alla colonia. Salento i thot jo kolonis, pra kolonis izraeliane. Kjo nuk u arrit që të realizojë në Itali, ja ku e kemi dhe gazetën tjetër, Lecce, Gazeta e Lecces kjo, Corriere e Lecces, e cila thot Izrael, kolonia e Izraelit në Salento. Kjo dështoi në saj të zgjuarësisë së banorëve vendas, të cilët u vunë kundër, pavarësisht se kishin nevojë, bëhet fjalë për një ndër zonat më të varfra që ka Italia, pavarësisht se kishin nevojë për paradën që vinte nga Izraeli në atë kohë, para 2-3 viteve, por ato nuk vendosen të mos shesin tokën e të parëve tyre, të mos shesin vendet ku janë të varrosur gjyshrat e tyre, paraardhësit e tyre. Dhe sot çështja ka shkuar dhe në gjykatat e Italisë dhe në gjykata ndërkombëtare, pasi u prish pra një kontratë pasi për 2 faktorë, qëndresa e banorëve vendas dhe mijgjitha e shtetit dhe qeverisë italiane, e cila e kuptoi që kishte diçka më tepër në këtë situatë se sa thjesht krijimi një rezorti. Të shkojmë pak më tej, të shkojmë pak në Çipro. Në Çipro, në vitin 2018, u bë një projekt i ngjashëm me atë që sot është në Zvernec. Prapa idesë së krijimit të një rezorti, u investua pastaj në ndërtimin e një sër pallateve, apartamenteve, vilave, dhe në vitin 2018 raporton Agjencia
izraeliane kanë, pra agjencia izraeliane kanë, jo një agjensi e huaj, por një agjensi vendase, thot që në vitin 2018 popullsia ebraike në Qipro arriti në 6.500 persona. Në prill të vitit 2024 përsëri kjo agjensi lajmesh kanë thot që u arrit në 12.000 antarë të komunitetit izraelit në Qipro. Supozohet dhe në bazë të rritjes së natalitetit që kanë të lartë populli izraelian, supozohet që pasi ka një prurje nga 3.000 deri në 5.000 antarë të ri çdo vit në Qipro nga Izraeli, supozohet që në hark 10-15 viteve popullsia izraeliane në Qipro të arri nga 20 deri në 25% të popullsisë totale të vendit. Bëhet fjalë për komunitete autosuficiente, siç ajo që ishte në plan në Itali, të cilat prodhojnë gjithçka brenda për brenda. Nuk sjellin të ardhura në ekonominë lokale, pasi ato kanë një autogestion që është për t'i pasur lakmi se si veprojnë. Kanë sinagogat e tyre, kanë shkollat e tyre, kanë spitalet e tyre. Mos është një gjë e ngjashme ajo që do bëhej edhe në Shqipëri, apo që është në projekt për të bërë edhe në Shqipëri. Pra mos është që rreth atij rezorti që është fjala rezort i trondit njerëzit nga ideja që po vinë parat po bien nga qielli tash dhe po u bën të gjithë pasur. Nuk është se aty në plan janë dhe ndërtimet e një sër godinave tjera, qoftë për të banuar, qoftë të vilave, qoftë të sinagogave, të spitaleve. Aeroportin e morën vesh që është bërë aty me porosi, kanë dhe portin e tyre, kanë dhe ishullin e tyre, kanë rreth 16-20 km bregdet. Pra, mos është tendenca për të krijuar dhe aty një komunitet autosuficient, një komunitet që vepron pothuajse krejt i pamvarur, një komunitet që ka autonominë totale pasi është në tokën e tij, në drejtën e tij, nëse ajo finalizohet. Ne duhet që sot të zgjohemi nga gjumi. Eksperienca e Salentos në Itali dhe eksperienca e Qipros, e cila është tronditse, ne shumë shpejt do shkojmë fluturojmë për në Qipro për ta parë nga afër situatën e krijuar atje, pasi banorët vendës po fillojnë të hyjnë në konflikt me kolonët e ri, të cilët janë krejtësisht autonom në autogestionin e tyre. Pra, një investim i tillë prej 4 miliard, nëse ekziston me të vërtet, duhet të ketë një projekt, pasi unë jam konsultuar me ekonomistë në Itali, dhe ajo që më kanë thënë menjëherë është kjo, që nuk mund të ketë një financim as 4 miliard, as 4 milion, në qoftë se nuk ka një projekt, vetëm një budalla mund të besoj. Kjo është që më kanë thënë ekonomistët me emër në Itali, pasi është logjika jo. Si mund të ketë një financim 4 miliard pa pas projekt? Dhe këtë thot qeveria që nuk ka projekt. Apo ka një projekt që është i fshehur, që është kjo, rezorti në mes, vilat private, apartamentet pa fund, ku të strehohet nesër një popullsi prej 50, 100, 200.000 banorësh. Unë të rast nuk kam zgjidhje tjetër, t'i drejtohem direkt popullit mik izraelit. T'ju kujtoj që ne ju kemi mbrojtur në momentin kur të gjithë ju urrenin dhe ju luftonin. Ju kemi mbrojtur gjatë luftës së dytë botërore dhe ju kemi strehuar dhe ju kemi mbrojtur nga nazistët. Në familjen time, xhaxhai i babait tim, pra vllai i gjyshit tim, është pushkatuar vetëm sepse ato nazistët morën vesh që në shtëpinë e tij ishte ekstruar një familje tërë hebre. Pra mos na krijoni ndjesi që ta kemi me ju. Ne s'kemi asgjë me ju. Përkundrazi, jeni adhëtar siç jemi dhe ne adhëtar. Por kjo është toka e Gjergj Gjon Kastriotit, Skenderbeut. Nëse nuk e keni dëgjuar, interesoni. Është larg gjithmonë me gjak kjo tokë. E kemi mbrojtur me thonjë, e kemi mbrojtur me shpirt, e kemi mbrojtur deri në pikën e fundit të gjakut ton. Jemi të gatshëm ta bëjmë prapë. Mos u vini kundër nesh. Nëse keni objektiva të tilla, rrini në punën tuaj. Mos hyni në konflikt me një popull ju përsëris që nuk ka asgjë me ju. Përkundrazi, ju përsëris, ju simpatizon. Mos krijoni urrëtie. Kjo ishte për sa i përket sensibilizimit të një populli që nuk ka pasur probleme ne shqiptarët, por në mënyrën se si po krijohen rrethanat,
mund të krijojnë atrite që nuk zgjidhen në mënyrë të lehtë. Në krahun tjetër i bëj thirrje parlamentit ton të marrë një vendim, ato 138 deputet që ka parlamenti jonë, të dalin mi partin, janë 138, them sepse 2 liderat që bëjnë 140, ato nuk do i quaj. Pasi ata janë direkt të interesuar në biznesin mes tyre, në marrëdhëniet mes tyre. Ajo është temë e prokurorive, jo e imja, por në flas në aspektin historik. Si Shqipëria sot, atë dheu jonë, rrezikon shumë. Mbase unë e konsideroj momentin më të vështirë nga viti 1913, kur Shqipërinë do e shinin nga harta e Evropës. Kur ne do kishim mbetur si kurdët, pa dhe. Një gjë të tillë rrezikojmë sot. Është një moment kritik për dheun tonë. Pasi ka gjase që gjithë Bregdeti është shitur ose privatizuar. E nuk e di mas se nga kush. Po bën paketat e maleve. Po tentohet që të grabitet mbas edhe mali. Si do shkoj halli jonë? Japse të rritë janë aty në protest. I bëj thirrje parlamentit të marrë masat, 138 deputetëve, përjashtoi 2 kryesorët. Merr një vendim, dilni mi partit. Kujtoni vitin 1943, kur në Itali, kur u pa që atë dheu ishte në rrezik shkatrimi përfundimtar, u mlodhën dhe i hoqën vot besimin kryeministit të asaj kohe që ishte Benito Mussolini. Dhe Italia shpëtoi, sigurisht me problemet e saj të mëdha në atë kohë, shpëtoi vetëm në saj të patriotizmit të këtyre parlamentarëve, të shokëve të partisë së tij, të cilët vendosen në Consiglio del Gran Consiglio, e quajtën atë italian, pra në të këshillin e madh të partisë së Benito Mussolini, ju hoq mandati. Pra bëni një akt të tillë për Shqipërinë, për atë dheun sot, se nesër është vonë. Shpëtoni atë dheun që të keni koshiencën e pastër, që nesër mos t'ju bin njolla turpit dhe mbi ju. Shfuqizoni atë ligj makabër të investitorëve strategjik. Është e tmerrshme. Si mund të veprohet në këtë mënyrë? Atë dheu është dhe juaj. Dilini për Zot, jeni aty të zgjedhur nga ne. Dilini për Zot atë dheu tuaj. Është momenti kritik, është kaluar linja kuqe. Do mbetemi pa dhe. Do bëhemi si kurdët. Unë uroj që të zgjohet parlamenti dhe të dalë dhe të mbështesë rinin në ato demonstratat e tyre. Jo vetëm Tiranë, gjitha qytetet e Shqipërisë. Të bëj një hap mbrapa qeveria sa nuk është vonë, në qovë se ka mbetur dhe një gram dignitet. Mos ta qojnë popullin aty ku nuk ka më rrugëthimi mbrapa. Shqipëria është amaneti jonë. Shqipëria duhet roj, nuk mundet Shqipëria të shpërthej në këtë mënyrë të shitet me llokma. E keni mbushur Shqipërinë me varre ushtarësh armiq, që kanë ardhur për ta pushtuar, i keni bërë varret monumentale. Pesh turpi do keni gjithmonë. Keni ngritur monumente të Mitsotakiosit, autorit të atij aksionit fshesa. Ku sot ke në Shqipëri nëna që nuk din ku kanë varrin e të rive të tyre, të fëmijëve të tyre. Keni ngritur buste të me poshtuesit, një kriminali që ka vrarë me 10.000 shqiptarë. Dhe këto do bëni tash, do shisni dhe tokën tonë. Nuk mund të krijoni komunitete autosuficiente në linja detare 16-20 km brenda territorit tonë. Bëni siç bën Italia, që Bregdeti rëra këtu ku jemi tashi është pronë shtetërore. Këto e kanë vetëm në gestion, në zhvillim. Nuk preket toka në Bregdet për arsye se ai të lidhet me detin, nëse e ta privatizon dhe rërën dhe bregun e detit, ai të lidhet përmes detit me këdo. Ka akses dhe në dalje. Mos i bëni Shqipërisë atë që se bën tjerë me luftë, mos e bëni ju me firma. Mos firmosni gjëra të tilla. Të mblidhet parlamenti, të heq vot besimin, ta bëjnë për të mirën atë dheut, o sot o kur, nuk ka kohë tjetër. Ju të ri vazhdoni protestoni se jeni drejtën tuaj, po mbroni atë dheun ton. Atë që nuk po e bën parlamenti, po e bëni ju. Zoti ju bekoft. Do vazhdojmë të flasim për këtë temë. Unë flas gjithmonë në anën historike.
flas në anën patriotike, nuk më interesojnë allishverishet, ato janë gjithmonë temë për prokurorit. Por në anën historike dhe patriotike ju them, Adheu sot është në rrezik. Nuk bëhet fjalë për një rezort, por bëhet fjalë për krijuar komunitete autosuficiente, siç ka ndodhur në Itali, siç po ndodh sot në Çipro. Italianët ju thanë jo, pasi janë shumë inteligjent. Në Çipro gjërat janë mbase pa kthim. Mos ta bëjmë dhe në Shqipërinë të hyjë në një rrugë pa kthim. Të rrojë Shqipëria, të rrojnë të rit. Do jemi gjithmonë bashkë. Zoti e bekov Shqipërinë.